Jam dëshmi e gjallë, bërgj nuk i ka maskujt, uroj që vendimarrësit të mos marrin thuan e TP, thoçi me rrëfime e kritika për udhëhecin kosovare. Në intervistën e transmetuar më 4 maj, Hashim thoçi se asnjëherë më parë foli për peizazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare, njohjen nga Rusia, nga Spanja e raportet me SBA-n e Evropën. E për thoçin, Kosova aktualisht ka një imazh të dobët në arenën perëndimore. Perëndimi sot po e trajton Kosovën si shtet feminor, jo për nga mosha, por nga papjekuria vepruese. Perëndimi bëri gjithçka që mund të bëhej për Kosovën, bëri më shumë se për çdo popull në botë në dekadat e fundit. Uroj që vendimarrësit të mos marrin në thuan e TP. Jemi tepër të vegjël për të bërë gabime të mëdha. Ai foli edhe për mundësinë e largimit të SBA-s nga Ballkani, e nëse ajo largohet, sipas thoçit, shtohet një pasiguri. E Kosova, sipas ish-presidentit, duhet ta gjejë veten në këtë turbulencë ndërkombëtare. Vetëm duke u ankuar dhe duke akuzuar Serbinë dhe Rusinë nuk funksionon. Nuk pin ujë me tutje këto gjëra në Washington dhe kryeqytetet e tjera. Sa i përket njohjes së Rusisë, thotë tha se vetëm Trump e ka mundësinë që të ushtrojë presion në Putinin që ta njeh Kosovën. Madje ish kryeministri propozoi që Kosova ta ftoj Trumpin në Kosovë të flasë më shumë për këtë çështje. Jam i bindur se Trump është i vetmi që guxon dhe ka fuqinë të shtyjë Putinin për njohjen e shtetit të Kosovës. Në veçanti tash kur raportet e Rusisë me Serbinë duket se janë lëkundër. Ndërkaq thotë që sheh edhe ftoje të raporteve mes Kosovës e Shqipërisë. E marrëdhëniet aktuale i quan historikisht të gabueshme. E sa i përket procesit që ai dhe bashkëluftëtarët e tjerë po kalojnë në Hagë, ai tha se po të ndodhte i njëjti proces në gjykatat kosovare, për të do të reagonin organizatat ndërkombëtare, si Parlamenti Evropian e Këshilli i Evropës.